Aty kërkovi fëmijë, që të bëjmë një fëmijë. Pikas disa mesazhe në WhatsAppin e saj. Kjo flirtonte me të në një farë mënyrë, në për mesazhe. Vendosa të vendos kamera të shet në shtëpi. Për mua ishte një aktore, s'është as e ligjshme dhe as e hiqshme që ti kesh fëmijën me mua dhe të shkosh me tjetrën. Mirë po jo, ajo ishte e vendosur që. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një të ri nga Korça, i quhet Fation Fasho, i cili do rrëfej një dramë në familjen e tij. Është një histori vërtet e dhimbshme. Fationi është duke më pritur, hap dritaren dhe e përshëndes. Fation, përshëndetje. Përshëndetje, si je? Më shkruajte në TikTok, mos gaboj. Po, në TikTok, pash adresën tuaj dhe vendosa të shkruaj. E lexova me vëmendje mesazhin tuaj dhe më vjen keq për gjithçka që të ka ndodhur. Shumë është jeta, zonja Odeta, s'kemi që bëjmë. Duhet të pranojmë çdo vuajtje, çdo sfidë që na ofron jeta. Më kupton? Por çfarë ka ndodhur me ish-gruan tuaj? Pse ajo të ka denoncuar? Vazhdon të denoncoj ty për ndjekje, për dhunë? Ajo është pjesa më e thjeshtë që mund të kalojë, domethënë, në rast se ti je i pasur, skepse shqetësor, si mund ta them, që ta arrish deri në publikim të çdo gjëje. Ajo më ka denoncuar mua faktikisht se ka dashur që të më çojnë në baraspesh me veten e vet përballë gjyqeve që kemi për fëmijën. Më kupton? Sepse ajo është 2 herë dënuar me burg vete dhe detyrimisht duhet isha edhe unë një i dënuar që të arrinte puna në një paraspeshim para gjyqit të fëmijës. Po pse, ish-gruaja juaj ka bërë burg? Po, ka bërë 2 herë burg dhe 2 herë për të njëjtën vepër penale, siç është vepra e vjedhjes. Njëherë ka bërë 1 vit e 9 muaj, mos gaboj se dokumentacionet i kam të gjitha. Edhe njëherë ka bërë një 6-7 muaj dhe zurja jo amnistia e majit që asoj kohë nuk e di sa mbaj më saktë. I dashur Fation, më lejon të pyes? Po, patjetër, unë dua të jemi hapur për çdo gjë. Dua që të arrij aty tek pika e publikimit, vetëm për vetëm në arsye se kam një dramë familjare, se kjo dramë nuk dua që të më kthehet apo të marrë në një tragjedi. E gjithë frika ime kjo ka qenë gjithmonë. Unë dua të pyes si e njohur me nënën e fëmijës, me ishnuse. Po, patjetër. Në vitin 2020, 2019 kam qenë në qytetin e Vlorës. Aty kam hapur një biznes kreperik. Domethënë ku tregtoja krepa, kam qenë tregtar gjatë pjesës më të madhe të jetës, tregtar ambulant. Aty kisha një kreperi, aty frekuentonte kreperin kjo goca vinte, unë shkoja tek kjo punonte në një kancelari që shiteshin këto pjesë të artikujve shkollor. Aty shkoja unë që merja këto pjesët të më duheshin për sa i përket punës time, sepse tregtoja edhe gjëra të tjera, lotra për kalamaj, gjëra shumë. Aty jemi njojtur, filluam bashkëtesën që aty bashkëtuam për një periudhë. Jeni njohur vetë me njërin tjetrin, me dashuri? Po. Në Vlorë? Po, vetë. Edhe ajo nga Vlora dhe ti nga Vlora? Ajo është nga Tepelena në origjinë, jo Tepelena eksakt, po Mallakastra, ndërsa unë jam nga Korça. Po punoja në sezonën gjatë sezoneve të plazhit, shumë gjatë sezonit të verës. E kuptoj. Kam punuar në Shqipëri, kam punuar në gjithë sezonet shumë, domethënë. E qartë, gjatë sezonit të verës shfrytëzoje Bregdetin. Por sa vjeç ke qenë ti në atë kohë? Para 6 viteve i bie. Po, kam qenë 29 vjeç. Por nëna tani jam 30. Sa? Nëna e fëmijës është viti 2000, ka qenë 20 për 21 vjeç. Dhe u njohët kështu bashkë në qytetin e Vlorës, u dashurua dhe vendose të bashkëtoje? Bashkëtohemi. Fillimisht ishin shumë mirë gjërat, kjo kishte patur një lidhje më përpara, nuk e paragjykova për këtë pjesë sepse edhe unë gjatë jetës kam pas edhe ato të mia, ta kupton që kam pas lidhje jo martesë, po që në një farë mënyrë bashkëtesave, kështu nuk e paragjykova për atë pjesë.
mendova se vërtet ishte njëri vuajtur nga ajo pjesë edhe s'kishte pse që unë duhet ta diskriminoja në thonjza për atë që kishte kaluar pjesën e saj. E qartë, e kuptoj. Normal, jemi njerëz, në jetë na ndodhin gjëra, kështu që është e kuptueshme. Normalisht. Po, nisë të bashkëtesë dhe çfarë ndodhi? Nisëm bashkëtesën, çdo gjë shkonte shumë mirë, domethënë më tepër kjo bashkëtesë ishte për të njohur më mirë me njëri tjetrin. Ti jepni shanse njëri tjetrit për të njohur, e qartë. Eksaktësisht, sepse është ndryshe ti je i fejuar si kora vetëm bashme që mund të kaloje një javë ta merje në usen e më mbrapa ta çoje tek ish prindërit e vetë, gjërat se atyre si kishin, domethënë çdo gjë shkonte shumë okay. Deri në domethënë u njohëm diku nga vera e vitit 2020. Edhe jemi zhvendosur mbasi mbarovëm sezonin aty në Vlorë, jemi zhvendosur në Tiranë për të jetuar. Po. Pasi vazhdoja dhe punoja në Tiranë, aty domethënë kam gjitha dokumentacionet, pasaportizimet, jetoja në Tiranë. Çdo gjë ishte shumë okay, s'kishte domethënë punë të rastishme, gjëra kështu, sjelljet ishte shumë të mira, më respektonte, e respektoja, ishte shumë okay. Aty kërkovi familje, që të bëjmë një fëmijë, edhe unë isha i gatshëm si ekonomikisht edhe mos isha tamam që t'i bëja ballë domethënë asaj Që të bëjshit pritë. që unë e quaja familje, po pra, jetës. Kështu ishte fillimisht. Çdo gjë ishte në rregull. Kjo ngeli shtazan në muajin dhjetor janar të vitit 2021. Një vit pas njohjes, e qartë. Ju planifikuat të sillni jetë një fëmijë, që solli djalin. Me dëshirë vullnet të lirë të dyja palëve, pasi ishte çdo gjë shumë okay. Më kupton? Po. Atëherë, mbasi mbarojmë punët prap, ka qenë koha e pandemisë, këto studime, shkollat nuk kishin hapur. Po, se ka qenë kohë e vështirë, e qartë, e kuptoj. Po. Po. Edhe zhvendosemi sërish drejt Vlorës, duke lënë Tiranën, për arsye sepse kjo goca vazhdonte fakultetin e drejtësisë, nuk e mbaj mend eksaktësisht, po diçka e tillë në Vlorë, studime. Edhe për ta mbështetur, u zhvendosëm në qytetin e Vlorës. Aty ku kryete shkollën e lartë. Po. Po. Ndërkohë që vazhdonim aty edhe ndjekjen e shtazanisë në një klinikë private që ishte në qytetin e Vlorës. Çdo gjë ishte shumë në rregull deri në muajin mars, prill, diçka e tillë të vitit 2021. Aty unë punoja me tregti të tjera gjatë dimrit. Po. Tregtoja, domethënë, peshk nga qyteti i Vlorës në për tregjet e tjera. Fitoja para për të jetuar, domethënë E qartë. diçka që i duhej familjes. Aty fillimisht pikas disa mesazhe në WhatsAppin e saj, sepse kishte filluar që të më shifej, të ruante telefonin, gjëra të kësaj natyre dhe unë ngrihesha herët që shkoja merja madhe dhe tregtoja. Rastësisht, domethënë, në 3 të mëngjesit ka këto mesazhe që ishin nga ishi veta, edhe kjo e kishte vënë pseudonimin ai në telefon. Domethënë aty krijohen disa debate, mund të them, të cilat i kam ruajtur shumë prova, shumë gjëra që Po, i dashur Fation, më fal që ndërhyj dhe të pyes. Ishi shkruante, shqetësonte dhe ishin mesazhe që ndoshta nuk ishte asgjë të keqe, apo ti lexove diçka që kuptove që nuk e shqetësonte ishi, jo, kjo e kishte lejuar vetë atë që të futej midis kësaj familje të vogël që ne kishim ndërtuar, e kupton? Kjo flirtonte me të në një farë mënyrë, nëpër mesazhe. pra ti arrite të zbuloje trafin që ajo po kryente në atë kohë, po? Në një farë mënyrë. Domethënë, përpos diskutimeve që i bëja në atë kohë, jo s'të kam burr, jo po kush je ti, po jo po unë jam baba i fëmijës, jo po fëmijën do të arritim bashkë, fëmija do lind, a kupton, ishin gjëra debate që lindën. Po pse ishte shtatzën ajo në atë kohë kur ti i kape mesazhet? Po, në atë kohë ishte 4-5 muaj shtatzën. Dhe kur ti i kape mesazhe, si reagoja ajo? Kur ti
Ja faktove se janë të rënda këto situata në mes çiftit, realisht kur zbulohet tradhtia. Janë shumë të rënda, po gjithë me reagujimi ishte tek fëmia. Më kupton? Që po vite Nëse ne do të ishim thjesht bashkëjetues, çdo gjë do ishte okay. Sikur çdo në punë të vetë për mua s'kisha asnjë problemi. A kupton? Po gjithë me reagujime, gjithë lufta ime ishte që përse fëmia im duhet që të, domethënë që në barku të nënës tim ojë e drejta për të jetuar. Një mbas dite teksa dilmi më gjirë në qytetin e Vlorës, isha bashkë domethënë me këtë gocën që dolën bashkë, qëndruan para një farmacie, tha sa të pyes për diçka, i thash, po çfarë të pyesësh, ja futemi të dy. Jo, ti rri këtu tek dera, tha, dhe s'ke pse të futesh se s'ka do pyes vetë. Nuk insistova, normalisht se do ngrihej debati aty, po ditën e dytë nuk më la meraku, ditën e dytë që në mëngjes shkoj te kjo farmacia, ishte kolegja e atij punonjësit të farmacisë që ishte në mbrëmje, në darkë. Po. Edhe i kërkoj domethënë që çfarë të ishte kjo goca, ose çfarë ilaçe kërkoi kjo goca sepse është stazan. Dhe aty fakton domethënë ky punonjësi i farmacisë fakton që po ajo kërkoi ilaçe për të kthyer stazanin, për të vrarë fëmijën. Për të ndërprerë shtatzanin. Po. Po fëmia ishte 5 muaj, a kupton, ne kishim dëgjuar rajet e zemrës, i kishim dëgjuar nga që ndiqmi aty tek ajo klinika private. Dhe çfarë ndodhi më pas? Dhe për mua ishte një vrasje, nëse ajo do ta bënte këtë gjë do ishte një vrasje sepse ajo mendonte siç i thoshte ai. Ai i thoshte që shiko hiqe fëmijën se të marrë sërish unë për grua ose ku të diun se çfarë gjëra të tjera. Ide Shufation, kur ti fole me bashkëtuesen tënde që po sillet jeti i fëmijë, ajo e pranoi, le të themi që po donte ato persona apo e mohoi tradhtin? Jo, e pranoi, po unë flas, ti je baba i fëmijës, ti je burri im, po jo, ti atëherë se pranonte që je burri im, po je baba i fëmijës, po unë kam jetën time. A kupton? Pra nisën konflikte, pra ajo nuk donte të jetonte më me ty. Jo, ajo s'donte të ikte nga unë, po donte të kishte edhe lidhje të tjera. Si, ty të mbante në shtëpi kishte edhe një tjetër. Po, do t'i dërgoj të gjitha me audio përgjime, video përgjime, do t'i dëgjosh me vëmendje, edhe do kuptosh se këto që të them unë deri në masën 80% janë të faktuara. Më kupton? Nuk flas në ajë. Por çfarë ndodhi pas atij episodi kur ti mësove në farmaci që ajo po bëhesh gati, le të themi, dhe kërkonte që të ndërpriste shtatzanin? Çfarë ndodhi? Bërëm pak debat. Isha i kujdesur sepse brenda kësaj krijese ose si të them brenda këtij personi rritet fëmia im. E nuk mundesh ato të shkoja në ekstrem, si do që t'ishin punë. Ekstremet janë të frikshme, edhe ke bërë shumë mirë që e treguar qytetar në këtë situatë. Kam mbajtur gjakthosime vetëm për atë fëmijë. A kupton, nuk... Edhe episodet të tjera që do t'rregoj më mbrapa janë ndoshta më tepër të dhimbshme, por vetëm kam menduar që fëmia dhe familja ime mos shkojnë në tragjedi. Duhet gjetur rruga, duhet gjetur mënyra, gjithkush duhet ketë jetën e vet fund ditës, edhe ai fëmijë, ndoshta ajo si gjithë fëmijët e tjerë, po duhet të rritet, duhet të edukohet, duhet bëhet njëri pozitiv për jetën. Dhe kjo është detyra ime si baba, e kupton? Që nesër pas nesër kur ai fëmijë të dalin në jetë, të jetë pozitive, të jetë shembullor, jo të jetë një hajdut, siç ka bërë në ne vet, dhe jo të jetë një drogaxhi apo ku digjon se çfarë që Zoti mos më Bravo Fation, bravo sinqerisht. Çfarë ndodhi më pas? Ti shkove dhe diskutove? Domethënë, mbasi bërëm atë debatin, jo po është fëmia jot, jo po fëmia do lind, jo po e kupton, fëmijën do të arritim bashkë, po kam jetën time, i them, po si mund të ndodh kjo që të arritim fëmijën bashkë? Ti jesh me mua, thash, ti jesh fëmijën me mua dhe të shkosh me tjetrën. S'është as e ligjshme dhe as e hishme që ti përse e bën sot këtë veprim kur mund ta bëj një dije kur ne ishim thjesht bashkëjetuese dhe shikojnë jetën tënde, s'kishte ndonjë pengesë. Qartë. Plani i saj ndoshta ishte që ajo do me lidhte mua në një farë mënyrë me këtë fëmijë, mora do me thënë atë
konfirmimin nga farmacisti për pjesën që kjo donte të hiqte fëmijën, të uriste fëmijën. Aty me lot në sy u drejtova komisariatit policisë Vlorës. Kërkoja me çdo kusht që të mbroj fëmija, pavarësisht se ishte në barkun e nënës akoma. Mora për buzi, them të vërtetën. Aq më tepër nga një policie aty e komisariatit, se nuk do aty shumë theu asaj se nuk ja vlen. Po që tha, si nuk gjeta, unë një budalla si puna jote të bëjsha një fëmijë, gjërat e kësaj natyre. Tha policia. Një policie komisariatit të Vlorës. Pastaj më komunikuan edhe atë që demek nuk pas ka ligj që ruan fëmijën në barkun e nënës. Faktikisht, ligjet besoj duhet të jenë. Ligjet normalisht duhet i keni si të Europës, pavarësisht se kush i zbaton edhe kush nuk i zbaton, a kupton? I dashur Fatjon, në këtë situatë nuk kërkove ndihmë dhe te prindrit e familja e saj? Do dalë edhe aty. Nga aty do me thënë, i kërkova që ta qoja tek prindrit e vetë, në Mallakastër. Po. Kurse si nuk pranoj. Duhet gjeja mënyrën të ikja fare nga shtëpia, a kupton? Se nuk mundesh ato të mes, mund ta pranoja këtë situatë. Kur kjo ishte në shkollë, do me dhe mbasi kisha diskutuar që ta qoja te prindrit nuk donte, të shkonte tek prindrit. Edhe kur kjo ishte në shkollë, mblodha rrobat e mia dhe nisem drejt Mallakastës. Shkoj tek jati vet, takoj të jatin e kësaj gocës, i them, zotëri nderuar, urdhëro goca jote. Tashi, jo, ç'na beri, jo, po këtë, jo, po bande, si fillojnë prindrit, sepse është e dhimbshme për prindrin, a? Nuk është aq e thjeshtë. I them, për mendimin tim, shko merre gocën tënde, i them, se të ruash fëmijën tënd, ti ruan edhe fëmijën tim. Prandaj të lutem, i them vepro ti, sepse mua nuk më dëgjon më. E ka marrë këtë rrugë. Nejse, nuk bën asnjë lloj veprimi, ky e le gocën ashtu. Kërcet e ikën nga Tirana, kjo në ca shoqet e veta. Kalon disa muaj, do me thënë. Unë erdha në Korçë, si ndodhën ato që ndodhën, u shkëputa në një farë mënyrë dhe erdha në Korçë, tek prindrit e mi. Vendosa të ndroj vend në sezonin e ardhshëm të verës, do me thënë të vitit 2021, të zhvendosem në Shëngjin të Lezhës. Me punët e mia, pra, pa kupton. E qartë. Vazhdoj punë aty, ndërkohë që më merrnin, edhe kjo më merrte në telefon, më thoshte hajde të dëgjosh rrajet e zemrës së fëmijës, vizitat i shëgosh si janë, andej këtej. Më merrnin edhe njerëzit e kësaj, familjarët e kësaj që shiko duhet bësh një përpjekje, duhet t'i japësh të paktën një shans të dytë që ajo e beri, për shembull atë gabim që foli e beri, po nuk ka ndodhur asgjë tjetër, vetëm thjesht ta folur edhe duhet t'i japësh një shans për së dyti për hir të fëmijës. Okej, shkoj në shtëpinë e kësaj, në prindrit e kësaj. Ju thash hapur, do me thënë edhe ata ishin aty gjithë. Burra, gra, i thash, këto gjëra ndodhën si ndodhën. Do t'ja jap një shans për së dyti për hir të fëmijës, sepse s'ka pasur një shans në njëri tillë ose në një femër në jetën time për së dyti. Nëse ka bën thjesht shikoj jetën tënde dhe për mua s'ka asnjë problem, a kupton? Qartë. I thash një shans, e marr. Rikthesh. Këtë gocën shkon, po rikthehem dhe shkojmë në Shëngjin të Lezhës. Vazhdoj punët e mia aty brenda këtij viti, domethënë gjatë verës të vitit 2021. Kishim në një debat, por kur nuk ja vura në duke, sepse unë nuk u riktheva tek ajo që t'ja mbaja kenga atë që ishte bërë, e kupton? E qartë, e kuptoj. Por duke e porositur para prindërve të saj që shiko, këto gjëra mos përsëriten më kurrë. Se në rast se përsëriten, në jetën time nuk do kesh më vend. Okej, atje fliste ta mama jo, por për mua ishte një aktore, ishte e të mërshme. Do me thënë mënyra e shtirjes, mënyra e sjelljes, mënyra e tëra. Sepse më vonë nxorri, do me thënë, fytyrën e saj të vërtet, pavarësisht se deshte shumë të ruaj. Okej, atëre punuam gjatë sezonit të verës në Shëngjin.
rikthehemi në shtator, sepse po afroi dhe lindja e djalit 19 shtator. Kthehemi në Tiranë, pasi aty kishim edhe mjekët privat. Harrova të thoja atje tek ajo që ndiqemi me shtazaninë e fëmijës në Vlorë, tek ajo klinika. Po. Kishte shkuar atje për të abortuar djalën dhe më telefonon po doktori, domethënë që unë kisha paguar 1250 euro, se mbaj mend sa ishte ajo paketa që ndiqej gjithë. Po. Më kishte telefonuar atëherë që ka ardhur filan ka kështu për të abortuar fëmijën dhe aty vura në dukje atë, domethënë thash si unë si baba nuk dua që ai fëmijë thash të abortoj. Ndërsa ti nëse e bën, thash pa pëlqimin tim, atëherë do kesh përgjegjësi ligjore dhe morale nga ana ime, thash që nuk e vrarë fëmijën. A kupton? Edhe kështu ndodhi, atëherë nuk e hoqi dot fëmijën kjo. Le të rikthehemi aty tek shtatori kur kthehemi. Kthehemi në qytetin e Tiranës, çdo gjë okay. Lindi fëmia në maternitetin në Tiranë. Po. Në 19 shtator 2021. Vazhduam sërish bashkëjetesën. Çdo gjë ka qenë, le të themi, normale deri nga maj shkurt i vitit 2022. Kur themi normale, Fatjon, buka që thyet nuk ngjitet më, thonë shqiptarët. Ishte një rilidhje për hir të fëmijës, apo tentua që dashuria mos u mbiste edhe mes ju të dyve, se kjo është e rëndësishme mes një çifti. Nuk është tira kurrë, edhe nuk desha që unë ta shgoja më me atë sy, që shiko çfarë bëri kjo. E desha, i fala zemrën, i fala gjithë çka pata, në kuptimin që për të patur një jetë të qetë dhe një jetë të sigurt. Me ta. Dhe për fëmijën, po edhe atë që kaloi. Por në të vërtetë nuk ishte kaluar siç duhet. Pasi lindi fëmia, disa ditë më mbrapa, domethënë, kjo shkojmë të regjistrojmë fëmijën dhe thotë që fëmia le të regjistrohet në emrin tënd, pasi ne nuk kishim si librim. Në një farë mënyrë kjo hoqi përgjegjësinë e vet nga fëmia. Ndoshta i thoshta ai akoma që shiko lere fëmijën e të marrun, apo nuk e di çfarë ishte eksaktësisht. Regjistrova fëmijën duke deklaruar aty përpara personelit të njësisë bashkiake numër 7. E regjistrova direkt në çungun tim familjar. Me dëshirë e vullnet të lirë të nënës, as diskutohet. Më pas, vazhdojmë sërish bashkëjetesën, siç ju thash, deri nga muaji shkurt i vitit 2022, ku fëmia ishte dikunja 4 muaj, 5 muaj, diçka e tillë. Aty filloi dhuna ndaj fëmijës. Nëna shfaqte papërgjegjshmëria, po shfaqte, domethënë, jo një kujdesin për kushtim të veçantë ndaj fëmijës. Këto janë gjëra që kam përjetuar me sytë e mi. Si, dhunonte djalin foshnje? Foshnje, që në moshën 4 muaj që ma ka goditur në kokë, në orën 1:30 natës. Kishte fëmia në një orë që grindej, sepse foshnja është foshnje. Qartë, është e kuptueshme. Që grindej, unë u zgjova dhe dola në kuzhinë, në atë moment, veç kur gjojnë dhomën e gjumit një goditje, si të mund të shpjegoj, sikur të godashin dollap, bam, fëmijës kokë, edhe ja krisë fëmija qara, s'futen direkt brenda i thash çfarë ndodhi, po se më çmendi ky nuk po flej gjumë, a kupton? Çfarë ti bëhen atë moment, e mora fëmijën, tu e sjell në për këtë andej për ta, ai ishte shumë i vogël, nuk i kuptonte gjërat, si mund të shpjegoj që ta marrësh ta gënjesh me një lotër me një gjë, po vetëm duke e mbajtur në krahëror që të mund të qetësoj. Aty filloi hera e parë dhunës, këtë dhunë s'mundem do ta faktoj, apo ishte një. Po që aty më hyri meraku. Mos ka patur në një depresion pas lindje, që ndodhte gratë kjo gjë, sepse... Po, kam studiuar shumë edhe për këtë pjesë, për pjesën e kësaj mbas lindjes tek femra. I qëndrova pranë, e kurova edhe para se të lindte, sepse kishte një farë agresiviteti, po asoj kohë e kurova me këto medikamentet bimore tek
Ylli Meria. Popullore, e qartë, po. Popullore, sepse si që ishte Fazani kisha merakje të pinde ilaqet forte. Më mbrapa pas i lindë kisha bërë edhe këto vizitat e zhene kokës këto dhe doli me probleme të çrregullimet të personalitetit para ti nuk e di diçka ti u i kam edhe ato të ruajta domethënë. Ka pasur një çrregullim, e qartë. Çrregullim me personalitetin, po. Çrregullimi është shumë i dukshëm, a kupton, sepse ndodhen e disa gjëra të tjera pak më vonë. Domethënë pasi ndodhi episodi i parë i goditjes së fëmijës, ndodhi edhe s'mund të them po diku një 2-3 javë më mbrapa. Kisha disa ballona, unë si që jam tregtar ambulancësh, tash kisha disa ballona në një pjesë të dhomës, që i mbaja dhe i tregtoja. Dhe kjo fillon edhe i çan këto i prish. Domethënë jo na kanë zënë vendi filloi. I them po dalë se ne me këto po ushqehemi, si është kjo punë. Dalë në këto biseda ose s'mund të quash debate përderisa zëri nuk ngrihet që të acarojnë gjërat. Kjo direkt bën rysh në kuzhinë dhe merr thikën e bukës. Edhe në sulmon. Në sulmon atëherë unë i kap dorën këtu, e vetëm gjë që mund të bëj janë nxjerr telefonin nga xhepi e vendos në video. Më kupton? I thash, përse është ky veprim tash se s'është ne urrën, po më godite valla tash do vetë mbrojën. Më kupton? Ishte thjesht një debat i vogël për momentin. Pasi ai, domethënë, mbyll videon e ai që këtë thikën, fëmia ishte aty. Pasi ai që këtë thikën drejtohen në komisariatin numër 2 të qytetit të Tiranës. Edhe me videon do i them, shiko, kush më siguron jetën mua që unë të vazhdoj apo qëndroj në shtëpi apo të flej këtu me këto veprime. U bë pak alarm faktikisht edhe mua më mbajtën shoqëruar poshtë. Ndërsa shkuan në shtëpi, morën ish bashkëjetuese me gjithë fëmijë, se s'kishim njëri tjetër, bashkëjetuam të dy, a kupton? Që të lindte fëmijë. Aty e sjellin në komisariati, më vinë mua aty poshtë, më thonë çfarë ndodhi, qysh e tek, sepse kjo filloi me ato të vetat. I nxjerr i them, të lutem jep pak telefonin, do të tregoj se çfarë ka ndodhur në realitet. I nxjerr videon, që nga çmend. I thash, mirë dakord, është çmend, kush të marrë masa për fëmijën ose për mua, se tash ky hall mazuri, a kupton? Qartë, ajo çrregullimi i personalitetit është një çrregullim goxha i frikshëm për njerëz që e kanë dhe nëse nuk trajtohen, arrin në këto faza, në këto pika që marrin thikën, bëjnë dhe vrasje. Kur e mora këtë pjesë nuk e di se sa shumë. Në që e mora këtë diagnozë nga doktori që janë nxorri në Spitali Traumës Ushtaraku, u futa dhe po klikoja në për YouTube në për këto për të kërkuar më tepër për këtë çrregullim. Dhe parë se në vlorë një person kishte ekzekutuar fëmijën diçka e tillë dhe i piqte kokën në furr. A kupton? Ishte e tmerrshme. Kjo video mua më fshin brenda komisariatit numër 2. Do me them, mund t'i shuan telefonin kësaj dhe kësa deklaronte atje sipër, edhe i thanë shif çka ke bërë. Nuk e di ç'a ndodhi, kam kërkuar shumë që ta rikthej, jo për ta ndeshkuar këtë, po për të faktuar këtë që më them sot, e kupton? Që ka këto problemi, e qartë. Unë mbyll me një deklarat, ajo situatë, unë mbyll me një deklarat edhe menduan se do rregulloheshin gjërat. Mirë po, vazhdonte dhuna. Fizike, psikologjike, ofendime ndaj meje ishin në ekstrem. Që edhe unë që kam bërë vërtet, unë nuk mund t'i përdor dot. Unë punoja shumë. Edhe me orarë zgjatur, po fitoja edhe shumë para. Qartë. Arrita në një pikë sa edhe këmbët e mia nuk më bënin që të shkoja në shtëpi, kupton. Ja e fitova këto drejt para çfarë bëj dua. Kur s'kera ati në shtëpi tënde është hadhi madh. Krishtuja, do me thënë nga muaji shkurt mars që ndodhen këto të parat, patëm debate të vazhdueshme. Nuk po gjejmë dot me qetësi. Deri po edhe ndaj fëmijës
Fatjon, nuk mori medikamente sepse është fatkeqësi. Sigurisht të kesh një çrregullim të tillë dhe në të tilla kushte dhe ti nuk ke çfarë ti bëje. Nuk u mundove ose të përpiqeshe ta çoje te një psikologe, të merrte medikamente nëse psikiatri do i jepte, mori një trajtim ajo për këtë çrregullim me personalitetin? Nuk pranonte asnjë gjë. I mora të medikamente, i mora të gjitha këto dhe nuk i piu asnjëherë dhe bile këto medikamente i përdori kundra meje kur unë ngrita zërin po brenda atij viti në muajin korrik. Më kupton? Do dalë edhe aty. Po të dëgjoj. Vendos në muajin maj diku, po i ditë që i parë në muajin maj, të largohem nga shtëpia mbas shumë debatesh. Sepse shqetësohesha më tepër për fëmijën, se qoftë do qëndroja edhe fëmija të rritej me këtë lloj mënyre, me këto dy prindër, do të ishte një gjë shumë negative për te, për karakterin që ai do të formonte. Mbas një debati prap që na erdhi domethënë 10 ditën e parë të muajit maj, vendos edhe unë të largohem nga shtëpia. E lash fëmijën me të, pusa e përqafova, i thash, ka një Zot lart edhe neve Zoti na do, kështu që do të ruaj, thash. Do vi dita që do dalë çdo gjë vërtet edhe ne do bashkohemi sërish. Pra, do largova nga shtëpia. Vendose ti të largoheshe. Po, detyrimisht vendosa të largohem sepse kjo nuk është se kjo donte të ikte nga unë, a kupton? Thjesht, kishte të çrregullim dhe kishte këto, sillte këto lloj problemesh që është normale. Ja komunikoi dashur? Këto problemesh kishte edhe pjesën tjetër që kjo nuk ishte një femër e qëndrueshme. Sepse kapa edhe më mbrapa domethënë disa mesazhe të tjera me email, ishte lënë këto WhatsApp, ishte luar me email, me një X person tjetër. Nuk kupton? Pra, gjatë kësaj bashkëtese ti arriti ta kapje 2 herë që ajo komunikonte me të tjerë. Po. E kuptoj. Jo, po ky më ka ndihmuar kur nuk kishe ti që unë isha shtatzan, më ka kaq lek borx. I thash në qoftë se ke lidhje, linde fëmijën ta marrun edhe ik, vazhdo jetën tënde, vazhdo me këtë lidhje. A kupton? Mirë po jo, ajo ishte e vendosur që megjithatë, mbasi u largova në muajin maj, vendosa të vendos kamera të fshehtë në shtëpi. Shtëpinë e paguaja unë. Domethënë edhe mbasi kisha ikur, unë e paguaja me bank shtëpinë në mënyrë që këto filmime thash mos më merren mua si për prishje privatësie ose gjëra të kësaj natyre, po thjesht unë po filmoj shtëpinë time. Po gjithë meraku ime dhe gjithë qëllimi im për këto kamera që vendosa, ndoshta për te nuk janë shumë të mira, por më të mira as për mua, por më të mira për çdo gjë për fëmijën. Që unë të mbikëqyr se si trajtohet fëmia, se si trajtohet foshnja. Pra, pa dijenin e saj, ti vendose kamera në shtëpi instalove dhe të monitoroje se si do sillesh ajo me djalin. Eksaktësisht. I dashur Fatjon, në momentin që ike, ja komunikove që do largohen prej teje? Po. Si e priti? Atë natë, ofendimet ekstreme. Po them këpull qafën e mos qofme e ika. Natën e dytë nuk u ndije nga kokëforcia. Natën e tretë fillon të qara. Të lutem ktheu, më fal për të, më fal për atë, më fal kështu, më fal ashtu, po nuk do të mundesha do të kurrë me nga përdia, kupton. Tani kalova në një stat tjetër të kësaj drame familjare, në një stat që do kemi një betejë të madhe përpara për të shpëtuar fëmijën. Më kupton? Sepse unë shpëtoja shumë thjesht. I ikja dhe nuk e ktheja kokën mbrapa. Por fëmia ishte regjistruar në trungun tënd familjar. Pse nuk tentove ta merrje fëmijën ta arrisje ti, apo nëna nuk pranonte, a e kërkonte ta arriste vetë fëmijën? Nuk desha të përdor forcë ose të përdor aftësitë e mia për ta marrë fëmijën. E kupton? Bile kam kërkuar atëherë, kam edhe vendime gjyqësore, kam kërkuar urdhër mbrojtje të fëmijës nga nana. Në fillimet flasim, më kupton?
me një gjyqtare zonjë Farie Budo, dhe mbas diskutimesh aty kisha një avokat të thjeshtë, asaj kohë se nuk isha hyrë këtyre rrugëve për të kërkuar avokat cilësor, më kupton? Qartë. Aty kjo gjyqtare mbas të shtypi një buton aty përpara, ju kthye kësaj avokates time, tha ti ulu aty edhe mos fol më. Ndërsa mua më tha ti si baba, tha mua, përse tha nuk reagon vetë, tha që t'ja marrësh fëmijën e ta largosh prej saj, tha. Por duhet unë, tha, që t'jap vendim sa që largohet fëmija, ta ndaj nënën nga fëmija. I thash, zoja gjyqtare, thash, nuk e di se si e percepton ti, thash, por unë s'mundet do të thash që t'ja marrë nënën e nesër të akuzohen për rrëmbim të fëmijës. Se ju në këtë mënyrë, thash, po më tregoni ku është burgu dhe nga është dera që unë të futem në te, thash. Unë dua që ligji shteti, thash, me këto që unë të theme të paraqes, të marri masa të paktën ta largoj fëmijën nga nëna. Le mos më jepet dhe mua. E kam kërkuar, edhe më mbrapa e kam kërkuar nëpër institucionet e ruajtjes së fëmijëve, që të largohet fëmija nga nëna, le të çohet në jetimore, le të çohet në një vend të sigurt, e paguaj unë, le të jetë sa të jetë. Më kupton? Vetëm t'i largohet rrezikut. Pra, ti nisi një betejë me drejtësinë Fatjon, luftën që të fitoje kujdestarinë e djalit dhe djalit të ndash nga nëna se nëna kishte çrregullime. Sigurisht, çrregullime me kujdestarinë e kisha marrë sepse kjo hoqi dorë që në fillim kur u regjistrua fëmia. Akoma fëmia është trungu tim familjar, më kupton? Po, nuk ishte muhabeti për këtë kujdestari. Mundesha një kujdestari nga gjykata dhe unë e kam bërë kërkesë pa dine për të marrë kujdestarie me vendim gjykate, edhe ti caktohen nënës takimet fillimisht. Takimet dhe për këto arsye që thashën përpara dhe që do them më mbrapa, nënës t'i hiqen të drejtat e marrjes me ne deri në një farë moshe që fëmia të jetë i aftë për të vetë mbrojtur në familje. Vetën e vet. I dashur Fatjon, më thej që në momentin që ika instalova kamera. Pa dini, çfarë rritet të zbuloj? Pak ditë ndejnë këto kamera dhe ajo i pikasi, po brenda këtyre 2-3 ditëve të themi, zbulova një dhunë fizike dhe psikologjike të tmerrshme të nënës ndaj fëmijës. I ka pa i ruajta këto video, nuk u ndjeva, nuk bëra zë. Më kupton? Edhe vija shpeshherë ta shgoja fëmijën, mirë po sa herë vija duhet ta paguaja këtë person që unë të shgoja fëmijën tim. Si ta e kam edhe në një video përgjim që thotë po nuk pagove lek, ti nuk e shef fëmijën me sy. Që ti duhet paguash para mua, që unë të të lejoj që ti të shgosh fëmijën. E kupton? Që faktohet vetë me gojën e saj. Edhe pjesa e dhunës të nënës ndaj fëmijës faktohet si nga këto video, po faktohet edhe të kjo video tjetër që ajo pranon me gojën e saj që po të saj, që po e kam rrau dhe të rraj sa herë të dua sepse e kam zorrën time. Më kupton? Është një video që ajo e godet fëmijën bam në dorë, e ushqen në mënyrë të tmerrshme, unë edhe një kap kokën, i fut lugën, i kap kokën, i fut ujë, duke qarë fëmija në zë, që du të ndjekësh dhe vetë. Dhe ke një video tjetër që fëmija është për të fjetur gjumë, mirë po ka futur kokën poshtë sekut e qanë me ngashërim, flasin për një foshnje 4-5 muajshe, më kupton. I ke këto video? I kam të gjitha. Do më lejo që ti gjojmë? Dale, mãe. Bola, acho que tinha flauta, que duas pessoas. Por isso eu ia por isso. Duas, né? Bora, Pedro. Ora, Pedro, ali. Puxa, não sei. Tá bom, sim. Ja punë ja me Terezi, ja punë në njerëza. Jo, po më. Igni të Je për ballësia. Më çfarë ka ndodhur, më jash mirë çuni më. Ku je? Tiranë janë më çfarë kini, jash mirë djali më që më merr mon thua hajde shpejt në shtëpi. Hajde në shtëpi. Përse? Hajde
në shtëpi, nëse Tyrana në shtëpi. Ta shikosh këtu pse. O Fation. Ore djalën si e kam djalën Do ore. të vish tu të shkosh djalë, ore nuk ka gjatë djali, është djali është mirë ore. Po kjo, la djali me mua këtu, zvriti poshtë, i hodhi ujë atij se çapo i bante poshtë atij, i thash Lera mos i fol. Do të fus në burg, do të po shante këta këtu poshtë. Kjo. Po, niko vëlla Lera aman, ose kam një orë që po duroj edhe na fush aviacionit edhe andej edhe këtej. Ore djalën ai kam hir djalën ore, vetëm atë dua djalën ore. Mirë është djali, s'ka asgjë djali. Çfarë do ketë djali? Ore S'ka asgjë mos djali. bëni sherrë sy djalit ore. Nuk po bën sy djali, djalin e kisha unë, valla, filloi pa ishme ata poshtë, i thash ik zhduku lart mos i fol atij. Bo, vetëm djalën ore, shikoni djalën. Shikoni djalën ore, aman ore, kuptoni që është një foshnjë e pafajshme ore. Ik edhe flasim nesër. Hajde nesër mëngjes, shiko djalin. Nga shërim fëmia, ndërsa kjo zëri në qiell, shligjum se do të mbyt. E kupton janë në video. Nuk mund të t'i them unë. Është kështu, e them unë sepse është kështu, i kam përjetuar edhe unë, i kam parë edhe unë i kam ndikur. Ju këto i keni paraqitur përpara gjykatës, të gjitha. Këto video, këto materiale. Më falë. Në korrik të vitit 2022 ka qenë data 7 korrik. Unë isha në qytetin e Shëngjinit duke punuar. Kisha me vete edhe vllajën e kësaj. I ndihmoja prapa, e kupton. Le të vinte nxirrte edhe para edhe ai. Ata nuk ishin në një kusur, sepse bënte kjo këto gjeste, këto lëvizje. Më merr komshiu në telefon që kisha në katin e parë nga Fieri, ky komshiu. Më merr në telefon në orën 7-8 në darkë mbas dite. Thot Joni ku je? I thash në Shëngjin, vllaja, po vazhdoj punë, po faktikisht ju kisha kërkuar këtyre që komshinjve aty afër që sadopak ta ruanin fëmijën ose në qoftë se vërenin në një gjë të ndërrynin ose të më merreshin e të mjaftonin. Më kupton sepse meraku im ishte se fëmia do ekzekutohej nga ajo. Me dashje pa dashje pastaj janë tjera gjëra dhe pak rëndësishme. Problemet shëndetit mendor janë. Po pra. Tani në datën 7 korrik më merr ky e thot mua ku je, jam në Shëngjin të Lezhësit. Po punoj. Çaj do ato drejt para thotë këtu ndodhi ata ja. Por çfarë ka ndodhur tash? Më futi merakun me thënë drejt. Po thot mua që komshia thot për një komshie tjetër me emrin Nelda, sepse tash këto emra që i përmend nuk e di unë shkret ja bëj mirë apo i keq. Por që nuk dolën dëshmitar më mbrapa. E qartë. Kjo Elda i kishte shpëtuar fëmijën nga duart e kësaj nene sepse fëmia kishte rënë nga divani poshtë edhe po qante, ndërsa kjo ishte edhe sipër edhe i mbante zërin, i mbante frymën fëmijës. Edhe ishin kapur për flokësh të dyja këto. Ish bashkëtuesja time me këtë Elda. Nuk durova dot më dhe nuk prita asnjë gjë, kupton, nuk mytem në sy as paraja që merrsha. As para që kisha hedhur për biznes ato 15-20 euro, kupton, ishte nuk më mbante më vendi. I them vllajt të kësaj që i them nesër në mëngjes të shkojmë, i them ta marrim, se kisha një shtëpi të madhe, 3-4 dhoma. Edhe të vitë të rritë të pak të shikojmë se çfarë ka ndodhur me djalin në shokit. Po shkojmë e marrim, dhe për ta marrë neve nuk pranon kjo. Nuk pranon që të vinte, domethënë me të vllajin e vet të rrinte në shtëpi. Si nuk pranovi, thash, dëgjoni këtu, i thash, unë tani do t'i drejtojmë komisariatit të policisë, i thash, edhe do bëj kallëzim penal për çdo gjë që i ke bërë këtij fëmijë. I dashur Fation, duke ditur që historia është goxha e gjatë dhe unë do të dëgjoj me vëmendje padyshim, do më lejosh që duke ditur që mbushëm minutazhin për live-in e sotëm, ta mbyllim dhe të rilidhemi sërish bashkë nesër për të dëgjuar pjesën e dytë të historisë? Okej. Mua më vjen shumë keq, jam tronditur, sinqerisht me një pjesë të rrëfimit tënd ku ka shumë gjëra të tjera që do të tregosh nesër, por do jemi nesër bashkë dhe uroj që kjo histori jo vetëm të përcjellë një mesazh të fortë nga ana jote, por të kuptohet mirë se çfarë do të thotë kur një person ka probleme me shëndetin mendor dhe çfarë masa duhen marr, por fal Zoti, djali është me ty sot. Shiko, Kjo është gjëja më e mirë, por nesër e lëm, nesër do më tregosh gjithë luftën tënde, kështu që më lejo të përshëndes dhe të falenderoj. Mirupafshim. Të përshëndes edhe unë, ciao. Mirë të dashur miq, ditën e sotme mbushëm kohën e këtij live-i.
Historia është vërtet rënditse e Fationit. Nesër ne do të jemi sërish bashk live ora 10 për treguar pjesën tjetër të historisë, ku ka më shumë dhimbje, ajo që do rrëfej nesër. Ju falenderoj dhe juve miq që qëndruat me mua deri në fund të programit. Bashkë kemi nesër live ora 10, mos harroni me historinë e Fationit. Nëse ju keni një histori që doni ta denonconi, kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta. Janë histori reale, histori shqiptare. Mirupafshim.